Lagja Arbëria ka rreth 25.000 deri në 30.000 banor, të cilët nuk kanë qasje të drejt për drejt me qendrën. Do të krijojmë platformën e gjelbërt në lidhse prej Pallatit të Rinisë për mbi qarkorën e brendshme e deri te Lagja Arbëria. Kjo do të mundsojë lëvizjen e lehtë të këmbësorëve, persona me aftësi të kufizuara dhe transportit alternativ. Kështu po e prezantonte kryetari i Prishtinës Përparim Rama projektin e ishullit urban që lidh lagjën Arbëria me Pallatin e Rinisë. Por edhe ky premtim ka hasur në vështirësi. Megjithse kontrata ishte nënshkruar, punimet kishin nisur, projekti ka hasur në probleme që kanë ndaluar aktivitetet ndërtimore. Reagime pati edhe nga qytetarët të cilët kishin pritshmëri për këtë projekt. Për qytetarin Xhemal Arifi, ky investim do t'i shërbente shumë kryeqytetit. Kjo është pengesa më e madhe, pak ka rrugë, duhet më shumë. Kërre janë rrit numri kërreve shumë, automobilëve. Të njëjtin shqetësim e ndon edhe Ymen Mavriqi, duke thënë se realizimi i këtij projekti do e lehtësonte më shumë qarkullimin. Kjo është lehtësuar shumë, sepse komësorët kanë shumë probleme për me dalë me kalun atonën atje, për do këtë krejt, qka është asi, mirë po projekti u ndalë. Nga komuna e Prishtinës thonë se ndalimi i këtyre punimeve ka ardhur si pasojë e vendimit të Inspektoriatit të Trashëgimisë Kulturore, njësoj si përsheshin George Bush, vendim të cilin e quajnë blokadë politike. Ndalimi i punimeve në platformën lidhse Arbëria Pallati i Rinisë ka ardhur si pasojë e vendimit të Inspektoriatit të Trashëgimisë Kulturore në kuadër të MKRS-s. Një veprim apo vendim i tillë është i ngjashëm me rastin e sheshit George Bush. Bllokadat e tilla po i shohim si politike dhe tendencioze, por pavarësisht tyre po punojmë në zhbllokimin e këtij ngërçi, e situatë që shkon në disfavorin e qytetarëve të Prishtinës. Ndryshe, ky projekt me një vlerë mbi 6.5 milion euro ka për qëllim zhvillimin e një hapësire urbane që do të lidhë dy zona të rëndësishme të qytetit, por që procedurat e vonuara dhe problemi me lejen e ndërtimit kanë krijuar pengesa të mëdha.